Universi po i ndëshkon ata, por ty po të bekon. Në ditët që vinë, energjit po ndahen në dritë dhe errësirë. Ata që kanë dhënë dritë, dashuri dhe mirësi, më në fund do shpërblehen. Ata që kanë përdorur padrejtësinë, mashtrimin apo egoizmin, do përballen me pasojat e tyre. Universi nuk haron asgjë, çdo fjalë, çdo ndjenjë, çdo veprim kthehet atje ku i takon. Kjo është dita kur drejtësia hyjnore vepron dhe disa shenja do marrin bekimin që kanë pritur me vite. Nëse ndjen se gjithçka po vendoset në vend, nuk është rastësi, është bekimi yt që po vjen. Akrepi, energjia e universit po të rrethon me forcë dhe dritë. Ke kaluar periudhat e errëta, ku ndoshta ke ndjerë se gjithçka ishte kundër teje. Por tani, drejtësia hyjnore po vepron në heshtje për të çliruar shpirtin tënd. Në punë, dikush që ka marrë meritën tënde do përballet me pasojat, ndërsa ti do marrësh vlerësimin që të takon. Në dashuri, do ndjesh qartësi dhe një ndjenjë çlirimi nga peshat emocionale. Në aspektin financiar, një mundësi e re hapet aty ku mendoje se çdo gjë kishte përfunduar. Universi po të bekon për durimin dhe forcën tënde, je gati për një kthes që do të ndriçojë rrugën tënde. Demi, universi të ka parë duke qëndruar i fortë edhe kur ke qenë në heshtje. Njerëz që kanë dyshuar në ty ose të kanë lënduar do të shohin se drita jote nuk shuhet kurrë. Në punë, një projekt që ishte bllokuar do ecë përpara fal vendosmërisë tënde. Në dashuri, një njeri i sinqert hyn në jetën tënde për të kujtuar çfarë do të thotë dashuri e vërtetë. Në financa, do të ndjesh një lehtësim të fortë, një pagesë, ndihmë ose mundësi e papritur. Mos kërko hakmarrje, sepse universi po ndëshkon në vendin tënd. Bekimi që po vjen për ty është prova se drita triumfon mbi çdo padrejtësi. Gaforja, zemra jote ka duruar shumë dhe tani është koha e shpërblimit. Universi e ka parë ndjeshmërinë dhe besnikërinë tënde dhe nuk do të lejoj që ato të mbeten pa dritë. Në punë, një situatë që të ka stresuar po zgjidhet ngadalë, ndërsa dikush që të ka nënvlerësuar do e kuptoj gabimin e tij. Në dashuri, do ndjesh ngrohtësi dhe afrime të reja. Në aspektin financiar, një mundësi e re po afrohet, mund të jetë një ndihmë ose ofertë që se prisje. Mos dysho më në veten tënde. Universi po të bekon për çdo sakrificë që ke bërë me dashuri të pastër. Britsjapi, ti ke luftuar në heshtje dhe ke mbajtur barëra që të tjerët s'do t'i përballonin dot. Por kjo periudhë e errët po mbyllet. Në punë, përpjekjet e tua po bien në sy dhe një shpërblim ose avancim është shumë pranë. Në dashuri, vjen një frymë qartësie, dikush mund të të tregojë ndjenjat e tij me sinqeritet. Në financa, më në fund ndodh një stabilizim pas shumë vonesash. Ata që të kanë lënduar do përballen me pasojat e energjisë që kanë hedhur, ndërsa ti do ecësh përpara me dritë. Universi të ka zgjedhur për të treguar se durimi është forca më e madhe e shpirtit. Shigjetari, energjia e universit për ty sot është e fortë dhe e ndriçuar. Gjërat që s'kan funksionuar më parë, papritur fillojnë të kthehen në favorin tënd. Në punë, një mundësi që duke e humbur mund të rikthehet me forcë. Në dashuri, një person që ka ndier faj për mënyrën si është larguar do kërkoj falje. Në aspektin financiar, një frymë e re stabiliteti po afrohet. Mos kërko pse ndodhi çdo gjë, sepse sot universi po tregon se asgjë s'ka qenë e kotë. Bekimi yt vjen në formën e qetësisë dhe dritës së brendshme që s'mund ta tërheqë më askush. Kjo është dita kur drita dhe errësira po ndahen përfundimisht. Ata që kanë dhënë dashuri do marrin mrekulli, ata që kanë përhapur hije do përballen me pasojat e tyre. Nëse ndjen qetësi, ajo është shpërblimi i shpirtit tënd. Nëse ndjen mall, ajo është shenja e kthimit të bekimeve. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe thuaj: e pranoj dritën dhe drejtësinë që universi ka për mua. Mos harro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse çdo video është një mesazh që të zgjon shpirtin.